Çfarë duhet të jesh ti thuash fëmijëve? Në shkoni në shkollë, në një shkollë si kjo, e këtu. Por i në TikTok. Mos mëso. Sepse po të mësosh të bën dëm. Mos më dhe se po të mësosh të bën dëm. Por të lexosh e të rish në TikTok. Do të kesh probleme të mëdha. Probleme të mëdha, shumë të mëdha mentale. Që ti thuash një fëmijë që po të pengojnë lirinë e shprehjes. Dhe po ta pengojnë lirinë e shprehjes se kanë mbyllur TikTok. Nuk di. Po është një tmerr. Është një tmerr që vazhdon dhe që hyn në veshët e çdo fëmijë. Hyn në veshët e çdo prindi. Që praktikisht doj që fëmija e ti tjetë më i mirë. Doj që fëmija e ti të bëhet i ditur. Dhe i ditur përmes Kalashnikovën në TikTok nuk bësh.